sa pjesë e kohës tënde, jetës tënde, ditës tënde është e qetë? Kur je i qetë? Sa kohë i ke dhënë vetes ti t'jesh i qetë? Në të vërtet nuk e di kur kam qenë për herë të fundit i qetë. Nuk e di. Si jetohet si ti? Me këtë adrenalin të ndezur, me këtë jetë hyrje dalje rreziku. Dua ta kuptoj vërtet si është jetosh si ti. Jo më larg se 3 ditë, i kam thënë njerëzve më të ngushtë që të duronit aq dhimbje sa duroj unë. Të duronit çerekun, jo të gjithë dhimbjen. Që do të thotë, dhimbja nuk është dhimbje fizike, dhimbja është mentale, shpirtërore, errësira. Edhe i kam kalu gjitha errësirat që shumë njerëz dalin me probleme mendore. Ato errësira nga ambienti, nga trysnia, nga dënimi, nga njerëzit që të rrethojnë, janë shumë arsye që njeriu kalon, që kemi pa njerëz që njohim që kanë qenë okay dhe mas një farë kohe ai thjesht doli nga vetja, është me ilaçe, është me probleme dhe vin nga këto gjëra. Çdo njeri që kalon ka ato traume të veta dhe unë nuk e kam trauma, po jam aq shumë i stërvit sa kur më vejnë prangat e policisë thjesht e di vujtjet. Jam i përgatit dhe e marr me sportivitet dhe i them vetes që je i fortë.